nuk do të lëshoj prej luftës, edhe pak. UÇK-ja ka fitu, pa diskutim. Dhe brigada që keni udhëheq ju, besoj që ka pas betejat e suksesshme. Disa prej atyne betejave janë publike. Ka të tjera dhe ka situata për cilat nuk di mas na, nuk di as publiku. A mund është me nda diçka me neve? Te asaj periudhe që është edhe ma e vështira edhe ma e lavdishmja. Fati është i madh në historinë më të re në luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës për çlirimin e vendit. Ka qenë gjithë përfshirje të territorit të Kosovës. Mund të them se gjithë populli ka qenë në luftë, pa marrë parasysh me një formë apo formë tjetër, me mbështetje direkte apo thjesht edhe me mbështetje logjistike, sepse ushtria çlirimtare e Kosovës ka buru nga populli. Kemi pas bukën në shtëpitë e familjeve tona dhe ka qenë gjithë energjia që kemi marrë faktikisht asaj kohe. Luftrat e mëhershme të njohura televizjeve pas luftës dytë botërore, edhe lufta e Zembetës, Shaban Polluzhës dhe luftra tjera, asnjë s'kan qenë ma me pak energji dhe gatishmëri për të sakrifikuar. Po mendoj që nuk kanë qenë të shpërndara dhe ka mungu një mbështetje e alatëve tonë. Luftrat nuk bëhen kur ne vendosim, duhet një gatishmëri edhe e shumë tjerëve që të lejohet një luftë apo jo. Luftra e ushtrisë çlirimtare e Kosovës ka qenë e veçantë për këtë dhe mbi të gjitha ka pas veçoritë e veta sepse zona Pashrikut ka qenë një ndër zonat më të mëdha dhe brigada 123 ka pas territorin gati me sipërfaqe më të madhe në Kosovë prej brigadave tjera, me këtë edhe përgjegjësinë më të madhe. Në faza të ndryshme të zhvillimit të kohës, kemi pas një numër të popullatës në përkujdesje dhe ka qenë obligim primar që mos kujdesemi vetëm për veprimet luftarake, po të kujdesemi faktikisht edhe për humbjet ose për hallet që kanë qenë në atë kohë në popullat. Kemi pas momente që ndoshta është dashur ta rishikojmë edhe veprimin ton që mos kemi humbje të mëdha në popullat. Kemi pas shumë kohra të vështira. Ne duhet jemi të sinqert në qoftë se më pyetni sot, a keni ditë si duket liria, e kam pas probleme për shkruat unë. Ai kam besu, po shumë fort. Po si duket lufta, e keni ditë? Lufta e kam ditë. Dhe pa hynte. Po, sepse kam pas fatin që të përgatitem pak me artin e luftës, por ta mësoj teorinë e luftës, edhe pse servitet dhe ushtrimet ushtarake tentojnë të përafrohen me realitetin e luftës reale, po gjithmonë nuk është emocioni faktikisht ose nuk është prekja shpirtënore, ndryshe është kur e humb një shok, një bashkëluftar, ndryshe është kur tregon dikush si duket punë ose që mund ta imagjinosh. Dhe ndjeshmëritë më të mëdha kanë qenë aty. Në momente të caktuara kemi menduar a jemi me të vërtet me mundësi që ta përballojmë gjitha të humbjet që kemi pas të bashkëluftarëve tonë. Dhe ka qenë një kohë kur e kam ndjejt. Nuk di me shpjegu edhe sot, është vështirë faktikisht që të shpjegohet në kontekstin e kohës, por humbjet e caktuara na kanë ngritë energjinë. Ka qenë një ndjenjë e tillë që kemi tentuar sinqerisht mos ta lejmë veten që të shkojmë nga kjo botë pa marrë hakun. Dhe ka qenë një lidhje shpirtënore e jashtëzakonshme. Dhe në këtë kontekst unë mendoj që duhet ta pranojmë që djemt dhe vajzat që kanë luftuar kanë bërë me gjithë qenjen që ta vendosin thjesht veten para gjithë atij flijimi që ka qenë i kohës, po me çdo kusht të vazhdohet rruga faktikisht për të arritur qëllimin përfundimtar, çlirimin e vendit. Ushtarakët janë të trajnuar, të shkolluar për luftë, për betejë, dhe në luftë vdesin njerëz, që është e natyrshme, s'ka si të ndodhë ndryshe. Çfarë do të thotë vdekja për ty? Të ka friksu, duke pa edhe bashkëluftëtarët për cilët folën, të ka forcu, të ka dhënë adrenalin,
A ke pas vdekjen më afër se këmisha e trupit, dhe a e friksu më shumë prej vdekjes, a prej mënyrës se si mundesh me vdek? Pyetje shumë e thellë për secilin prej neve që kemi marrë pjesë në luftë. Tentojmë sot me reflektu, atëherë edhe nuk kemi pas energji me menu shumë. Një gjë mund t'ju garantoj që thjesht nuk e kam menu vdekjen shumë. Problemin kryesor e kam pas me ushtarë, ka qenë një fjalët e tillë, nuk mendoj që ka qenë ndjenjë, mund ta përshkruaj edhe atë, që unë kam marrë me vdek për Kosovën. Dhe angazhimin më të madh timin gjatë përgatitjes atë pak kohë që kemi pas të bashkëluftare, e kam bën nuk më duhesh i vdekur. Po më duhesh me kry punën dhe me të gjallë. Po, një ushtarak profesionist e thotë këtë. Pa diskutim që nuk ka qenë edhe lehtë që të spjegohet ajo, sepse me të vërtet ka qenë një ndjenjë e tillë djem dhe vajzave të reja. Nuk e kam dertin faktikisht që unë vdes. Du ta bëj faktikisht atë punë dhe patjetër. Neve na ka dashur mi bind që duhet krysh detyrën, duhet ndihmosh luftën e përgjithësi dhe duhet me të gjallë. Kur tentoj ta përshkruaj veten ose ndjenjën shpirtërore, unë kam marrë për Gjermanisë. Do të thotë atë punë nuk e kam bërë pa vetdije. Por t'ju them sinqerisht, nuk kam menuar asnjëherë si është ndjenja që të vdiset, po kam pas një intuit që po, mund të bi, po kërkesën më të madhe për veten e kam pas që mos të shkoj pa bërë argatin tamam. Ose mbi të gjitha kam pas shumë gale të madhe që mund të vritem faktikisht pa u fut mirë në betejat luftës.